Zëdhënësja për antikorrupsionin në Partinë Demokratike Genta Vangjeli, në një deklaratë për mediat nga Selia Blu, ka akuzuar qeverinë se po ndërton një tjetër mekanizëm të kushtueshëm propagande dhe klientelizmi përmes krijimit të Bankës Shqiptare të Zhvillimit. Vangjeli tha se megjithse kuvendi ka miratuar ligjin për krijimin e Bankës Shqiptare të Zhvillimit dhe qeveria ka dhënë 1 miliard lekë si kapital fillestar, institucioni ende nuk disponon një strategji, model funksionimi, strukturë operacionale apo plan të qartë zhvillimi. Sipas saj, në vend që këto kapacitete të ndërtoheshin nga vetë shteti, përmes ekspertizës institucionale, qeveria ka vendosur të hapë një tender të ri për konsulencë. Qeveria shqiptare po ndërton një tjetër mekanizëm të shtrenjtë propagande dhe klientelizmi me emrin Banka Shqiptare e Zhvillimit, ndërsa qytetarët dhe bizneset vijojnë të përballen me taksa të larta, mungesë financimi dhe ekonomi të rënuar. Pasi kuvendi miratoi ligjin për krijimin e Bankës Shqiptare të Zhvillimit dhe pasi qeveria derdhi 1 miliard lekë nga paratë e shqiptarëve si kapital fillestar, sot rezulton se institucioni ende nuk ka as strategji, as model funksionimi, as strukturë operacionale dhe as plan të qartë zhvillimi. Në vend që këto kapacitete të ndërtoheshin nga vetë shteti përmes ekspertizës institucionale, qeveria ka vendosur të hapë një tjetër tender miliona euro për konsulencë. 3.3 milion euro do të shpenzohen për një kompani private e cila do të hartojë dhe konsolidojë kuadrin institucional, strategjik dhe operacional të bankës. Ndërkohë që propaganda flet për zhvillim, ekonomia reale po vuan mungesën e kredive, bizneset e vogla po mbyllen dhe të rinj po largohen nga vendi. Ajo theksoi se, ndërsa qeveria flet për zhvillim, ekonomia shqiptare po përballet me mungesë financimi, bizneset e vogla po hasin vështirësi dhe shumë të rinj po largohen nga vendi.